thonë se disa detaje janë ndryshuar për arsye dramatizimi, historia e vërtet këtu më poshtë është shqyrtuar me kujdes për vërtetësi dhe është paraqitur ashtu si ka ndodhur. Si pas traditave tona si fulan, përderisa isha më i riu, ngrihesha shpejt në mëngjes për të kryer detyrat e përditshme. Ndizja zjarrin që të mbante mizat larg bagtis dhe pastaj përshëndesja prindërit. Më vonë, milja lopët, i lëshoja viçat tek nënat e veta dhe më pas i nxirrja për t'i kullotur ato. Çdo djalë e ka për detyrë të kullos lopët. Çdo djalë fulani që nuk kullot bagtinë e familjes konsiderohet i pavlefshëm. Ky ishte profesioni im. Që nga fëmiria ime e doja shumë babain tim. Doja të bëja çdo gjë që bënte ai, madje edhe kur lutej. Unë vazhdoja dhe lutesha me të gjithmonë. Doja patjetër që të kënaqja babain tim dhe perëndin tim gjithashtu. Kjo vendosmëri vazhdoi të rritej sa më shumë që unë rritesha. Unë jam kaq i bekuar që kam një baba si ty, dhe ti më ke dhënë gjithçka që mund të dojë ndonjë djalë. Por unë dua që të pyes për diçka, baba, nëse mundem. Atëherë çfarë kërkon birim? Unë dëshiroj që të shkollohem, baba. Dua të futem në një shkollë arabike që të mësoj për Kur'an dhe shpresoj shumë që ti të mos më mohosh këtë kërkesë që unë të bëra. Ka ndonjë gjë që të shqetëson? Jo, baba. Mirë, birim. Më kënaq shumë kërkesa jote. Do të dërgoj në Bauçi që të hysh në shkollën e Shehik Ibrahimit. Po, baba. Allahu të ndihmoftë dhe paqja e tij të udhëheqë. Po, amen, baba. Shko birim dhe bëu gati. Faleminderit, baba. Shumë faleminderit. Shihemi më vonë. Dhe kështu e studiova Kur'anin për 3 vjet në Baiçi. Dhe unë nuk isha i vetmi aty. Kishte edhe studentë të tjerë. Ne mësuam themelet dhe zbatimet e jetës së fesë myslimane. Që përandej, shkova në Gombe dhe për 2 vjet studiova më shumë për Islamin. Dhe se si ta interpretoja Kur'anin e shenjtë. Dhe pastaj për 2 vjet vazhdova studimet e Kur'anit të shenjtë në Majduguri. Kur shkova në Zaria, mund të lexoja dhe të shkruaja arabisht. Kalova 1 vit në Zaria për studime të përparuara të Kur'anit. Në këtë kohë isha 22 vjeç. Fillova të kërkoja për një mënyrë që të shkoja në Arabinë Saudite për studimet më të përparuara. Pikërisht në këtë kohë më kërkoi imam. Ai mendoi se ishte më mirë që të rrija në shtëpi gjatë kohës që kërkonim mënyrën që të më dërgonin në shkollë në Arabinë Saudite.
Më tha se do t'ishte më mirë që të martohesha përpara se të nisesha për në një shtet tjetër. Dhe ja sepse erdha në shtëpi dhe nuk udhëtova më. Qëndrova në shtëpi për gati 1 vit dhe gjatë kësaj kohe fillova të punoja prapë si çoban. U bëra drejtuesi dhe mësuesi shpirtëror i familjes time. Një ditë pasi kisha kullodhur baktin dhe bëra faljen e darkës, u ulëm për darkë dhe babai shprehu shqetësimin e tij për faktin se unë nuk isha martuar ende, por mendoja se plani më i mirë për mua ishte që të ikja në Arabinë Saudite dhe të mbaroja studimet islamike përpara se të martohesha. Po gratë tua, si do t'ja bëj me ta? Por baba, ti e di që ende nuk jam martuar. Pikërisht. Po nuk është vullneti i Allahut që burri të martohet? Ashtu është, por Mos po refuzon vullnetin e Allahut? jo baba. Dua që ta njoh më nga afër Allahun. Kjo është edhe dëshira e zemrës sime. Mirë, si të duash. Unë nuk të fajsoj për këtë vendim, birim. Por Arabia Saudite është shumë larg dhe nëna jote ka frikë se mos të kthesh më dhe pastaj ne kemi të vështirë pa ty. Megjithatë, do të flasim në mëngjes. Më ndihmoni! Unë nuk mund të flija më pas gjitha saj ëndre. Dhe ashtu qëndrova deri në agim. Mendova që t'i tregoja babait tim për ëndrën, por e kisha shumë të vështirë dhe kështu vendosa që mos ta bëja. Nuk shkova asgjë kundi atë mëngjes dhe qëndrova pikërisht në shtëpi. Pas faljeve të darkës, u ulëm për darkë dhe ne po bënim muhabet si gjithmonë. Më vonë të gjithë ne ushtrim për të fjetur dhe mua sapo më kishte zënë gjumi kur unë pash përsëri një tjetër ëndër ashtu si natën e kaluar. Biri im, çfarë po bën ti këtu? Nuk e di. Të të çoj në shtëpi?
Të dua, biri im. Por kur pash ëndrrën e dytë, unë nuk isha më i friksuar. Nuk ulloja në dirë si në ëndrrën e parë. Vrisja mendjen se kush ishte njeriu i ëndrrës. Pse më shpëtoi dhe pse mi thoshte ato gjëra. Vendosa kështu që t'i tregoja babait tim për ëndrrën. Kështu që u çova, shkova tek babai dhe ja shpjegova ëndrrën. Dhe ai reagoi me vru. Tani bëu gati, do të shkojmë te doktori. Baba, ke harakolla? Kam një me vete. Urdhëro, merë. Kuluma. Merë një pjesë. Baba, djali tënd i kanë bërë një magji. Vërtet? Vetëm pas 2 ditësh, ata dhe këshin vrarë. Do të merrem unë me këtë gjë. E shikon këtë? Po, Fërkoja mbi kokë. Kur të shtrihet për të fjetur. në rregull. Pastaj grija këtë dhe ai duhet ta përdor patjetër si të mjan gjatë gjithë natës në dhomën e tij. Në dashur të Zotit, kjo do të shmangë ëndrat e tij dhe nuk do të shoh më. Nuk do t'i shoh më ëndrat? Nuk do të shoh më kurrë ato ëndra. Kurrë. Mirë. Mirë. Kaq ishte. Ka që? Po, Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. pa çifat. Mirupafshim. Baba, Çfarë ke? pash një tjetër ëndër. Si ishte? Sa do të bie në një grop të madhe kur erdhën shpirtrat e liq. Oh, baba. Njëri prej tyre kishte dhëmbë dhe kthetra të gjata dhe më tha të kërceja në grop ose për ndryshe do të më vriste një luan. Sa do kërceja në grop kur u shfaq burri me të bardha. Burri me të bardha? Po, pikërisht ai që më ndihmoi në ëndrrën tjetër. Çfarë bëri ai për ty? Më pyeti nëse po shkoja në shtëpi dhe unë i thash po. Pastaj më pyeti nëse më nevojitej ndihma e tij. Dhe unë i thash po. Pastaj zgjati këmbën mbi grop dhe ajo u mbyll. Më çoi mua në shtëpi dhe më tha se më donte dhe pastaj iku. Po shpirtat e këqij? Ata janë mbathën që të gjithë, baba. Shko fli tani se ëndra mbaroi. Baba, kam akoma frikë. Se ke frik nga një ëndër, birim? Por baba, nuk është thjesht një ëndër. Vazhdo të përdorësh ilaçin e doktorit. Nëse shikon prapë ëndra, nesër do të shkojmë tek një doktor tjetër në Sokoto. Dakor tani? Ik të fleshtë. Edhe të nesërmen, unë pash përsëri një ëndër tjetër dhe vazhdoja kështu të shikoja ëndra për 6 netë rresht. Ishte e mundimshme.
por burri i veshur me rroba të bardha që shkëlqenin qëndronte dhe më mbronte nga çdo sulm i djallit. Dhe në fund të çdo ëndre më fliste dhe më thoshte gjithmonë: unë të dua, biri im, unë të dua shumë, biri im, të dua. Dhe pikërisht në atë çast, unë e kuptova vërtet se burri në ëndër ishte profeti Isa, ai që të krishterët e quajnë Jezus Krishti. Dhe më pas unë pash ëndrën e 7, që ishte dhe ëndra e fundit. Çfarë je duke lexuar, Muhammed? Nuk po e kuptoj. Dëshiron të të ndihmoj? Po, shumë. Muhammed, ky libër është nga Zoti. Përmban vetë fjalën e Perëndisë. Të gjitha këto vargje janë fjala e Zotit. E janë i tek unë, ju të gjithë të munduar dhe të rënduar. Dhe unë do t'ju jap shlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. A ke dëgjuar ndonjëherë për rrugën, të vërtetën dhe jetën? Jo, asnjëherë. Unë jam rruga, unë jam e vërteta, unë jam edhe jeta. Asnjëri nuk mund të vi tek Ati veç se nëpërmjet meje. Po kush je ti? Ti më njeh si profeti Isa. Kam ardhur të të jap jetën e përjetshme. Nëse më pranon si Zotin dhe shpëtimtarin tënd, do të bëhesh fëmijë i Perëndisë. Po a ka Perëndia fëmijë? Fëmijët e Zotit lindin nga fryma e tij, jo nga mishi. Beson tek Zoti? Po, besoj. Beso edhe në mua. Në këtë botë do të kesh shumë sprova, por gëzo, unë e kam poshtur botën. Dëshiron të më pranosh? Po, do të pranoj. Atë mëngjes vendosa të vizitoja një të krishterë në një fshat fqinj. Ai quhej Jonathan. Doja të ndaje me të shqetësimet e mia, sepse e dija që ai ishte një njeri i mirë, dhe e ndjeja se mund t'i besoja. Jonathani i dëgjoi të gjitha ato që doja t'i thosha. Më pas shkoi në Bauçi që të takonte një predikues. Ky njeri e njihte fshatin e Jonathanit, sepse shkonte atje çdo të diel për të predikuar pikërisht aty.
Mi se erdhe këtu Jonathan, si ja ke kaluar? Eja ullu këtu. Mi se erdhe Muhamet. Përshëndetje, pastor. Muhamet, po të prisja. Po, Miku i Jonathani më ka treguar për ëndrat. Do të doja ti dëgjoja këto ëndra edhe nga goja jote. ashtu është, pastor. Unë kam parë ca ëndra të frikshme shumë. Disa njerëz të veshur me të zeza më kanë torturuar në ëndra. Por në një ëndër më doli një njeri me të bardha dhe pikërisht ai më tha se ishte vetë ai Isai. Ai tha se është rruga e vërtet dhe se s'ka asnjë rrugë tjetër vetëse nëpërmjet tij dhe pastaj më kërkoi që ta pranoj atë. I thash për dikuesit gjithçka që i kisha thënë Jonathanit, çdo gjë që më kishte ndodhur në ëndra. Tani si mendon? Dhe me një herë ai mu përgjërua që të mos u mbisja më kohë, por ta pranoja Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Tani, a do të pranosh ftesën që të bën në ëndër dhe a do të vendosësh besimin tënd tek ai? Nëse je dakord, më lejo që unë si pastor të udhëheq ty në lutje që të gjesh paqe. Thuaj, unë Muhamedi, Unë Muhameti pranoj Isain e pranoj Isain si Zotin dhe shpëtimtarin si tim. Zotin dhe shpëtimtarin tim. Ata më udhëhoqën me një lutje të thjeshtë dhe unë kërkova falje për mëkatet e mia. E pranova Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Pasi hapa syt, ndjeva një gëzim dhe paqe që si kisha ndjer më parë. E gjithë frika dhe ankthi ishin larguar. Kishte mbetur vetëm paqe dhe gëzim. Dhe papritur, ndjeva frymën e Zotit që më drejtonte të shkoja në shtëpi dhe t'i tregoja gjithçka familjes sime. Për hirin që Perëndia më kishte dhënë dhe për gjithçka që kishte bërë në jetën time. Fal Zotit, unë do i tregoja gjithçka atyre. Më duket sikur jam në ëndër. Biri im I krishter? Biri im muslimani pa fe? Më zgjoni. Nuk do ta lejoj këtë gjë. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamida. Rabbana. Allahu Akbar. Allah. Një javë më vonë, babai më thirri për të zbuluar se çfarë kishte ndodhur. Kishte vënë re se lexoja Biblën dhe nuk shkoja më në xhami. Kjo për atë ishte vërtet skandalose. Asnjëherë më parë nuk ishte ndodhur një gjë e tillë në familjen tonë. Dhe nuk do të ndodhë më kurrë. Ke dy mundësi të zgjedhësh. Të mohosh Jezusin ose të ikësh përgjithmonë nga shtëpia. Ti je babai im dhe unë të dua dhe të nderoj dhe asnjëherë nuk do të bëj ndonjë gjë që të lëndoj ty. Por unë dua që të vazhdoj me atë që e di se është rruga dhe e vërteta. Do të vazhdoj të jem një krishter derisa vetë Jezus Krishti të vi dhe të më thotë se ku të shkoj. Kur babai im e pa se isha I vendosur në rrugën time, I nxiti që të gjithë të afërmit e mi, të më trajtonin si një vagabond, dhe kështu kaluam disa muaj. Merë këtë dhe pije. Baba, vërtet do të më jepje të pija hel? Pije po të them. Do më bësh një nder, të lutem? Çfarë do? Më lejo që unë të bëj një lutje. Jo.
Mirë, nëse ti do që të lutesh, jepi. Vetëm pije. Profeti Isa po e pi këtë helm për shkakun tënd, dhe jeta ime është në duart e tua. Ik dhe shtëriu. Babai dhe të afërmit e mi biseduan dhe ranë dakord që të gjithë që sapo të vdisja do ta hedhnin trupin tim në lumë. Të gjithë po prisnin që unë të vdisja, por unë u shtriva dhe fjeta dhe mua nuk më ndodhi asnjë gjë. Më vonë u zgjova dhe më vinte për zier. Dola jashtë me vrap dhe volla. Pastaj u ktheva në dhomë dhe fjeta top. Nuk më ndodhi as edhe një gjë. Mëngjesin tjetër ishe i pari që e përshëndeta babain, por ai ishte shumë i trishtuar që nuk isha vdekur. Ai me njëherë ngriti padi me komunitetin islamik, duke i nxitur që të arrestoni njerëzit që më kishin influencuar të bëhesha i krishter, dhe kështu kryegjyqtari dha vendimin, duhet të vritesha me pushkatim. Tani të gjithë ju i dini vendimet për djalin tim. Kur babai u kthye atë natë, mblodhi të gjithë të afërmit dhe dha udhëzimet. Ata duhet të mos bonin të nesmer në mëngjes. Donte që të siguroje vetëm për një gjë. Dua që të shkoni tek pylli dhe të bëni të pamundurën që ta ndaloni. Më dëgjoni? Jepini fund. Mirë, baba. Ik dhe jeto me këtë duash. Po sa për mua, nuk do të jetosh më me mua. Tani ik! Ik! Njep ato pantalonat dhe këpucët. Hajt, ik! Ikim. Rash në tokë, duke u përpëlitur me dhimbje nga shigjeta që më goditi mua. Dhe dhimbja e ishte kaq e madhe, sa mua për pak më ra të fikët. Ndihesha i pafuqishëm. E dija që unë duhet ta hiqja shigjetën me njëherë nga të ndenjurat. Ishte një shigjet helmuese, dhe nëse unë nuk e hiqja me njëherë atë shigjet, ajo do të më vriste, dhe unë nuk do të kisha më shans të jetoja. Kur e hoqa, po më dilte gjak nga plaga. Pastaj, Zoti më dërgoi ndihmë në formën e një gjatari nga fshati i Gjonatanit. Ai po gjuante afër shtëpisë sime. Më njihte dhe i dinte persekutimin që kisha patur. Ai dinte problemet që kisha patur me prindërit dhe me të gjithë familjen. Dhe kështu ai më çoi më pas në rrugën kryesore dhe më la anës saj. Me njëherë sa po arritëm atje, pritëm për një mjet.
Menjëherë më pas, erdhi një motorist. Ai më çoi drejtë në një spital të shtrenjtë, i quajtur Rimi Klinik. Ati më pas, më operuan nga shigjeta helmuar. Të krishterët nga fshati i Jonathanit e paguan të gjithë faturën e spitalit. Aty u qëndrova për 1 muaj derisa unë u shërova. Pastaj jetova në fshatin e Jonathanit për 1 vit e gjysmë. Kur babai zbuloi se ku isha, më raportoi tek gjykata e Sarias. Qëndrova për gati 6 muaj në burg. Pastaj ata më liruan dhe më çuan në shtëpi, të shoqëruar nga policë. Sa po arrita në shtëpi, babai më lodhi fshatarët dhe inkurajoi të silleshin dhe të më trajtonin mirë në mënyrë që të harroja punën e krishtërimit. Dhe jo vetëm kaq, por si një shpërblim për të lënë Krishtin, ai më premtoi se do të më kthente baktin dhe do të më paguonte çmimin e dasmës për 3 gra. Gjithashtu, më premtoi se do të harronte të kaluarën. Për 7 muaj u kujdesa për baktin. Të afërmit menduan se gjërat ishin kthyer normalitetit. Por unë e dija se besimi im po shuaj pak e nga pak. E kuptova që babai dhe të afërmit po përpiqeshin të më ndanin nga Perëndia dhe se duhej të merrja një vendim të prerë. Hyr, Mirëmëngjes, baba. mirëmëngjes. Si je mirë? Ulu atje. Dua të flas për gruan që do marrësh. I kam përfunduar të gjitha përgatitit. Baba, unë e vlerësoj shumë atë që ti ke bërë për mua deri tani. Por unë nuk kam nevojë për diçka për te i fejesës dhe martesës. Për çfarë ke nevojë, birim? Baba, ja se çfarë më duhet. Kjo është një nevojë që vetëm Jezusi mund të ma plotësojë. Më thuaj vetëm një gjë që Jezusi mund të ta jap dhe që unë s'ta jap dot. Baba, a mund të më japësh jetën e përjetshme? Jo, s'ta jap dot. Atëre, baba, nëse nuk ma jep dot jetën e përjetshme, atëre unë nuk mund ta lë dot Jezus Krishtin. Pasi ika nga shtëpia, shkova të jetoja në Jos. Aty jetova për gati 2 vjet. Gjatë kësaj kohe nuk komunikova me asnjërin nga familja. Më vonë unë mora një mesazh nga shtëpia. Babai ishte në spital dhe donte të më shikonte sa më shpejt. Baba, Biri, doje që të më shije? të lutem, më fal, Biri. Për çfarë mund të të fal, baba? Unë të kam bërë keq dhe ti s'më ke kundërshtuar.
Më fal, biri im. Por unë, baba, të kam falur që kohë më parë. Por unë asnjëherë s'të kam kërkuar të më falësh. Bibla na mëson, baba, që ne të falim. Biri im, dëgjoj fjalën time. Mbaje fort këtë Zotin tënd. Ai mund të jetë edhe Zoti yt, baba. Zoti im, nuk po të kuptoj. Pse nuk po më kupton, baba? Çfarë Zoti do të më pranonte mua pas gjithë atyre mëkatesh? Ai është Zoti i dashurisë. Ai të kërkon vetëm një gjë. Sa kushton kjo gjë? Jo. Është një dhuratë, baba. Më thuaj, çfarë dhuratë është kjo? Është një dhuratë nëpërmjet Jezus Krishtit. Pranoje dhe ai do të bëhet shpëtimtari yt. Ai ka për të dhënë ty jetën e përjetshme. Vetëm ti, baba, duhet ta pranosh atë. Do të më pëlqente një dhuratë e tillë. Atëre, baba, le të lutemi së bashku. Po, Përsërit pas meje. I dashur Zoti Jezus Krisht, i dashuri Zoti Jezus Krisht, vi përpara teje dhe të kërkoj të më falësh mëkatet. vi përpara teje dhe kërkoj të më falësh mëkatet, Dhe që ti të bëhesh Zoti dhe shpëtimtari im. dhe të bëhesh Zoti im dhe shpëtimtari im. Amen. Amen. Tani më lejo të lutem për shërimin tënd. Mos u lut për shërimin tim, biri im. Po pse jo, baba? Ai është një perëndi që na shëron ne. Nuk dua të shërohem, biri im. Tani unë jam gati të shkoj dhe të takoj vetë Jezusin. Vetëm 3 orë pasi u lutëm, babai im vdiq. Ai ishte i mbushur me paqe dhe me gëzim. Babai e dinte se ku po shkonte. E dinte që do të shkonte tek Jezus Krishti. Pajtimi kompensoi të gjitha vuajtjet e së shkuarës, sepse Perëndia i fshiu të gjitha. Po ti, miku im, a je gati që të falen mëkatet? Më dëgjo, Zoti është Zoti i ngushëllimit dhe shpresës. Ai është besnik. Ai është Zoti i së vërtetës dhe i drejtësisë. Ai është rruga e vërteta dhe vetëm nëpërmjet tij mund të fitojmë jetën e përjetshme. Përgatitu që të pendohesh dhe ta pranosh atë. Lejo që ai të jetë Zoti dhe shpëtimtari yt. A je gati, miku im, që të pendohesh dhe të pranosh atë si Zotin dhe shpëtimtarin tënd? A je gati dhe po të pret? Thirrë tani. Ai do t'i plotësoj të gjitha nevojat. Ai do të bëj ty fitimtar në jetë.
Prindi e ka në natyrë. Ai e ka në natyrë t'i mbrojë edhe të siguroj për fëmijët e tij. Babai i Muhamedit nuk bënte përjashtim. Pastaj Muhamedi e kaloi kufirin shumë shpejt duke mos e dëgjuar babain. Përpara syve të tatit, Muhamedi meritonte vdekjen. I ofruan diçka, i ofruan mundësinë e mohimit, por në ndërgjegjen e tij të mirë, ai nuk mund të bënte dot atë që ata i kërkuan. Pra ai e dinte se ajo që kishte përjetuar ishte më shumë se sa një ëndër. Çfarë pamje tjetër tepër të ndryshme ne shikojmë kur marrim dhe krahasojmë marrëdhënien midis Muhamedit dhe babait të tij me atë të Jezusit dhe Perëndis, Atit ton. Babai i Muhamedit urdhëroi që ai të vdiste për fajet e tij. Inati dhe mëria që ai mori ndaj birit i rrezikonte Muhamedit jetën. Për fajet dhe mëkatet tona të të gjithë botës, duke përfshirë edhe ato të Muhamedit, Ati Perëndi urdhëroi që Jezusi të vdiste në kryq. Ju mund të bëni pyetjen: mos nuk e kishte kënaqur Jezusi Atin në ndonjë mënyrë? Jo, as pak. Në Ungjillin e Mateut kapitulli 3, Zoti tha për Jezusin këto fjalë: Ky është biri im i dashur me të cilin jam i kënaqur. Ishin këto fjalë të thëna me dashuri. Përgjatë gjithë shërbesës së tij në këtë tokë, Jezusi nuk bëri asgjë që të mos ta kënaqte Atin e tij të dashur. Atëherë pse Zoti? Tani jam duke folur për Perëndin. Pse e dërgoi birin e tij, të vetëm Jezusin, që të vdiste si një kriminal në kryqin e Golgotës, përpara të gjithëve me tallje dhe i mbuluar me turp? Pse do të dënonte me vdekje një baba birin e tij të vetëm dhe të përsosur, një djalë që e kënaqte atë në çdo mënyrë dhe në gjithçka? Ne e gjejmë këtë arsye vetëm në misionin e Mesias. Siç e shikoni, Jezusi nuk erdhi në këtë botë që të bënte vullnetin e tij, por atë të Atit. Dhe vullneti i Atit ishte që biri i tij të vdiste për mëkatet e të gjithë botës. Në Ungjillin e Gjonit kapitulli 3 vargu 16, fjala e Perëndis na thot kështu: Perëndia e deshi aq botën sa që dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të ketë jetën e përjetshme. Tek letra e parë e Gjonit kapitulli 4 të vargu 10, ne lexojmë këto fjalë: Në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin në zemrën tonë, por që ai na ka dashur ne më parë, dhe pastaj dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve një herë e përgjithmonë. Perëndia ka hapur një rrugë që ne të arrijm parajsën, miku im. Dhe kjo nuk është nëpërmjet veprave tona të mira ose ndonjë akti heroik. Nuk është e thënë që të ndodhë nëpërmjet një ëndre ose një vizioni siç e pam. Perëndia do ta përdor këtë si në një mënyrë për të na arritur me mesazhin e shpëtimit. Rruga e vetme dhe e sigurt për në qiell është vetëm nëpërmjet besimit tek Jezus Krishti. Ashtu siç tha ai për veten: Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Asnjë nuk vjen tek Ati veçse nëpërmjet meje. A do që ta kënaqësh ti Perëndin me jetën tënde? A dëshiron që të jesh i sigurt për parajsën? Nëse këto janë dëshirat e tua, ti duhet të dish që është edhe dëshira e Zotit për ty. Tani le të bëjmë një lutje së bashku, që ti të marrësh faljen e mëkateve dhe dhuratën e Zotit, jetën e përjetshme. O Perëndi i shenjtë, unë jam një mëkatar. Unë nuk e shpëtoj dot veten, por të kërkoj ty, Zot Jezus, të vish në zemrën time dhe të falesh mëkatet e mia. Amen. Nëse ti e lutur me gjithë zemrën tënde, atëherë Perëndia ti ka falur të gjitha mëkatet. Mirë se erdhe, mik i dashur, në familjen e Perëndisë.